Faleminderit. Nderuar të pranishëm, unë sinqerisht nuk kam çfarë pa folë se kjo vazhdimisht një tërheqje paraleles mes vitit 1989 edhe sot në vitin 2016 është shumë e papranueshme. Veç pak, unë e di që ka kanë të 89-ta, jo lidhje s'keni me këtë punë. Të 89-ta ka qenë raporti mes Kosovës edhe Serbisë. Po, sot jemi me 2016. Kosova është shtet i pavarur, mos harroni, që nuk po doni me pranu edhe s'pe pranoni. Fatkeqësisht, qatë gjak për cilin ju po folni nuk jeni të e pranu se Kosova u bo shtet dhe është shtet i pavarur. As pranoni shtetin, as pranoni simbolet, as pranoni kur gja. Sot, qëndrimi jonë është me Amerikan, a me Rusin. Na jem me Amerikan. Ju, sot keni thonë, s'po du me bo polemika, nuk po përmane emën, që shqiptarët nuk e dojnë Amerikan. Po të mereve more, shka folë një. Po ku ka more shqiptarë? Jo vështë Kosovës, ku dhe në botë? Që nuk shenë ka me Amerikan, me kretë botën demokratike. Sepse bazat e demokracisë në këtë Evropë, në këtë botë, janë në rënje dhe në themelet e këti veni dhe të këti populli. Nuk mujmë në mos me kanë me Amerikan. Nuk mujmë mos me kanë me Amerikan. Sepse Amerika është me ne. Mishale mara, atë mos më falë. Jemi sot, a jemi me shtetin, a jemi me kaosin. Na jemi me shtetin. Nuk po du më marrë me individ. Na jemi me shtetin. Na nuk jemi me kaosin. Me qëtë shtet pavarur, demokratik, që e kemi dhënë jetën, kemi sakrifikuar me që 100 vjetë. Mos rënoni këtë shtet. Se nuk kërkosh nuk ka drejt me rënu këtë shtet. Dhe po më folni ju mu sot votat që LDK-ja po e bëj ka hashimin president. Veç pak, ngoni bre? Durim, të mirat vinë pastaj. Rugova, s'po përmene amna, se s'po du me bo polemik. Ibrahim Rugova i ka dhënë krejt votat të LDK-s. 47 deputet të LDK-s me bo kryeministër një partije politike me 7 deputet. Për 3 vjetë. Vesh me funksionu shteti, me funksionu Kosova si shtet, dhe dashakësit, s'po du me thonë, asa në mish, asa në mish, dashakësit mos me menu që shqiptarët nuk din me majtë shtet. Na di me majtë shtet edhe ke me majtë shtet. Faleminderit.